Përshëndetje. Agjencia Investigative Stop Krimit, Dhunës, Drogës, Parandalimit të Krimit dhe Marrëdhënieve Diplomatike për Paqen dhe Siguri, të Drejtave të Njeriut në të gjithë botën dhe Misionit Diplomatik e miratuar me vendim të Gjykatës së Tiranës me numër 837, me numër licence L 22 21 14 51P, numër serial 10 14 34 50 001 dhe certifikat të regjistrimi 18 758. Agjencia Investigative Internacionale Stop Krimit ka si objektiv ndër të tjera të sensibilizojë, të informojë opinionin publik në mënyrë të veçantë atë të komuniteteve në nevojë për të qenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm ndaj fenomeneve negative dhe atyre që po vërehen tashmë si dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe fëmijëve, shpërndarja e lëndëve narkotike tek të rinjët, si dhe ndaj sjelljeve të pahishme ndaj shoqërisë tonë. Gjithashtu, një aspekt tjetër i misionarëve tanë është edhe ndihma materiale dhe sociale për familjet, fëmijët jetim, për të moshuarit dhe të vetmuarit, në mënyrë që t'u lehtësohen sadopak vështirësitë në jetën e përditshme.